Kjo që prej shumë kohësh ka ndezur situatën politike në vend, po pritet një vendimi i kuvendit lidhur me autorizimin për arrestimin e saj, ta quajmë, apo për vijimin e procedurave. Kërkesa e SPAK-ut është për arrestimin e Belinda Ballukut. Dakord. Si e shihni ju, ose çfarë parashikoni ju se mund të ndodhë në kuvend? Do të ketë surpriza nga ana juaj në raport me majorancën? Apo do të jemi në linjën ku zoti Rama e ka bërë të qartë që ne nuk kemi asnjë vendim për të marrë dhe këto akuza që janë mjaftueshëm që ka folur dhe ka thënë për zonjën Balluku? Tani, është e qartë që ka një tentativë për ta mbrojtur Belinda Ballukun. Ka pothuajse 2 muaj që diskutojmë për çështjen e Belinda Ballukut, si fillim në lidhje me pezullimin e saj nga detyra si zëvendësues ministre dhe ministre. Dhe tani po flitet për heqjen e imunitetit. Partia Socialiste e ka shprehur qëndrimin, nuk ka ndërmend të lejojë arrestimin e Belinda Ballukut, siç pritej në fakt, sepse qartësisht arrestimi i saj mund të ishte një problem shumë i madh për Edi Ramën, sepse nuk e dim se çfarë mund të ndodhi, çfarë mund të bëjë Belinda Balluku nëse lejohet arrestimi i saj. Në fundit Belinda Balluku e quante veten të paprekshme dhe mjafton të shikosh përgjimet se si ajo vepronte. Vepronte pikërisht si një pushtetare që mendonte që kur nuk do hetoj apo do merrej pandeu nga drejtësia, që kjo ndodhi. Tani të kthehemi tek çfarë do bëjë Partia Socialiste. Partia Socialiste nuk është se ka vendosur tani, Partia Socialiste ka 2 muaj që e mbron Belinda Balluku në të gjitha mënyrat, e mbrojti kur çoi kërkesën për pezullimin e saj në gjykatën kushtetuese, e bëri për të fituar kohë, e bën çdo ditë me sulmet kundër drejtësisë, sulmet e përditshme të Edi Ramës, të ministrave, të profesorëve të majorancës, të gazetarëve, të analistëve që përdit sulmojnë SPAK-un dhe sulmojnë drejtësinë për një arsye shumë të thjeshtë për të mbrojtur Belinda Ballukun. E mbrojti kur erdhi dosja me 16.000 faqe në parlament, e cila duhet ju shkoj të gjithë deputetëve, dhe ata e kanë marrë 10 deputetë dhe nuk e nxjerrin, nuk bëjnë transparent me opinionin publik në lidhje me provat që janë në atë dosje, me justifikimin që janë prova hetimore dhe do dëmtonin hetimet, kur në fakt deputetët duhet të vijen në dieni, sepse ne duhet asaj të votojmë në lidhje me heqjen e imunitetit. Dhe ligji e parashikon shumë qartë, deputetët duhet jenë të informuar para se të votojnë. Në lidhje me këtë, ne kemi bërë disa kërkesa për të kërkuar që të vijemi na vjet në dispozicion dosja siç e parashikon ligji. Kjo na është mohuar nga kryetari i kuvendit. Kërkesës sonë të fundit as nuk është përgjigjur fare. Ne nesër bashkë me deputetin Kapri do dorëzojmë në gjykatën kushtetuese një kërkesë gjykatës kushtetuese që të shprehet në lidhje me këtë shkelje të ligjit të kushtetutës. E qartë. Megjithatë, por arsyeja, më fal, cila është arsyeja pse nuk e nxjerrin dosjen? Nuk e nxjerrin dosjen sepse kanë frikë nga provat që janë aty në atë dosje. E vërteta është që nëse opozita do realisht të denoncoj dhe të bëj të ditur opinionin publik se sa e korruptuar është qeveria Rama, sa e korruptuar është Belinda Balluku, ka në dorë një dosje prej 16.000 faqe. Dhe fatkeqësisht këto prova nuk i nxjerrin.